Prokuroria Themelore Publike ka ngritur padi dhe ka saktuar paraburgim për bashkëshortin, gruaja e të cilit ra nga balkoni bashkë me vajzën e saj. Ai akuzohet për 3 vepra penale: nxitje për vetvrasje dhe ndihmë në vetvrasje, lëndime trupore dhe rrezikim të sigurisë. Sipas njoftimit të prokurorisë, prej vitit 2019 dhe deri më 2 mars, kur Ivana Vovski ndroi jetë, ajo në vazhdimsi është maltretuar fizikisht, psiqikisht, është lënduar, nënçmuar dhe janë shkaktuar lëndime të dukshme në të gjithë trupin nga bashkëshorti i saj. Në ditën kritike, i dyshuari fillimisht e ka kërcënuar dhe ka filluar ta godas gruan në afërsi të vendit të saj të punës. Më pas, me automjet, të cilin e ka drejtuar një personi tret, kanë shkuar në gjykat. Atje ka vazhduar ta kërcënoj se do ta vras, gjë që ka shkaktuar frikë dhe pasiguri tek gruaja. Në afërsi të gjyqit e ka goditur fizikisht dhe i ka shkaktuar lëndime trupore. Pasi e kishin marrë vajzën 6 vjeç nga shkolla, dëshmitari ka dërguar në shtëpinë e të ndjerës që ta bëj gati dhe ta dërgoj tek gjyqja. Derisa dëshmitari dhe i dyshuari kanë qëndruar para banesës, gruaja e kishte mbyllur derën e banesës me vajzën dhe aty ishte vetvrar. Veprimet çnjerëzore e ndjera Ivana dhe dëshmitar të tjerë, siç thotë edhe prokuroria, i kanë paraqitur te institucionet kompetente. Këtë sjellje mizore dhe çnjerëzore nga ana e bashkëshortit janë intensifikuar gjatë vitit 2025 dhe 2026, për çka tani e ndjera e gjendur në situatë pa rrugdalje ka vendosur të vetvritet, e ka marrë fëmijën e saj dhe ka kërcyer nga balkoni i katit të 6 të banesës në të cilën ka jetuar. Bashkëshorti i saj, Stojanqi Jovanovski, sipas njoftimit të policisë, kishte edhe 10 vepra tjera penale, ndërsa në njërin rasti ishin gjetur edhe 20 pako me drogë. Sipas policisë, Ivana kishte shumë denoncime në polici për dhunë në familje, por në të gjitha rastet ajo i kishte tërhequr kallëzimet dhe të njëjtën gjë e kishte bërë edhe në ditën kritike, për të cilën edhe prokuroria e konfirmoi se tërheqja e padisë është bërë nën presion dhe dhunë.